mbrëma. Të nderuar zonja dhe zotrinj, kemi filluar vitin 2013 mes paqartësive, frikës, supersticionit të vitit të numrit 13. Me tensione sociale, sot kemi parë protesta të 10 familjeve që u detyruan të dalin jashtë për shkak të pronës që kanë familje të tjera, ndërhyrjet policisë. Kemi pasur të reja në rrjetet sociale, në Facebook, në Twitter, batuta politikanësh. Ka mjaft ankth dhe frikë për krizën ekonomike që ka prekur mbar botën, veçanërisht Europën, dhe pyetje të shumta që më kanë mbritur pa e filluar ende emisionin, pasi sonte kam vendosur të konsultohemi me ato që në historinë njerëzore janë konsultuar pothuaj të gjithë, nga perandorët, mbretërit dhe deri tek liderët botror. E kam fjalën për astrologjinë. Të gjithë i besojnë yjeve. Ndaj ne sonte kemi vendosur ta zbresim qiellin në tokë këtu në Tunajn. Fillimisht materiali hyrës dhe prezantues se si konsultimi me yjet ndonjëherë shumë i nevojshëm, madje në kohën e Ronald Reaganit, thuajse Shtetet e Bashkuara të Amerikës qeverisej nga horoskopi, dhe pastaj ju prezantoj të ftuaran tina për sonte. Astrologjia ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën politike dhe publike në mbar botën. Nga lashtësia, politikanët dhe mbretërit thuhet se janë konsultuar me astrologët për të parashikuar të ardhmen. Mbretëresh Elizabeth e parë e Anglisë nuk ndahej kurrë nga John Dee, astrologu i saj i besuar. Aleksandri i Madh ka përdorur astrologjinë për ta ndihmuar në fushatat ushtarake që ai ndërmerrte. Perandori August, si një ndër këshilltarët e tij, kishte edhe një astrolog, Thrasylusin. Etërit themelues të pavarësisë së SHBA-s besonin shumë në astrologji. Deklarata e pavarësisë së Amerikës u firmos vetëm pasi themeluesit e saj u siguruan se yjet favorizonin një gjë të tillë. Kjo u pasqyrua edhe në disa ndërtesa qeveritare të kohës, ku vendosën disa imazhe astrologjike, si në Reyes Aerial Federal Building. Në hyrjen jugore të Akademisë së Shkencave, statuja e Einsteinit shikon nga 12 shenjat zodiakale të vendosura në ndërtesë. Një nga idhëtarët më fanatik të astrologjisë ishte presidenti amerikan Ronald Reagan dhe bashkëshortja e tij Nancy. Teddy Roosevelt mbante një tabelë astrologjie me vete. Princi Andrea i Anglisë dhe Fergie, para se të martoheshin, zgjodhën momentin e përshtatshëm, pasi ishin informuar me parashikimin e yjeve. Edhe princesha Diana ka qenë një apasionuar pas astrologjisë dhe konsultohej gjithmonë me parashikuesit e fatit. Apo në ndjek një yll ne shqiptarët në 2013 me mbrëma. Mirë shehu, astrologe, mirë se erdhe sonte. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, emisioni këndshëm. Faleminderit që ndodhesh sonte këtu. Po në ndjek në një yll i mirë, pozitiv, me kë janë planetet? Dhe është vit i vështirë, vit elektoral, vit i mbushur me pritshmëri të mëdha. Në një formën e tjetër duket se edhe një pjesë e qytetarëve janë dorëzuar deri diku fatit dhe shpresojnë tek ai. Yjet çfarë thon? Planetet? Para se të futemi në parashikimin e yjeve të planetëve për vendin tonë kryesisht, pastaj do flasim ndoshta edhe më gjërësisht, ti besosh fatit apo ti besosh yjeve. Janë dy gjëra që duken të njëjta, por ndoshta nuk janë kaq të njëjta. Megjithatë, nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Yjet paracaktojnë fatin, por nuk e paracaktojnë të palëvizshëm. Nuk e paracaktojnë si një destin i cili do ndodhi detyrimisht. Ashtu si universi është në lëvizje, ndryshon, edhe yjet paracaktojnë karakterin ton, karmën ton, ose si themi strukturën ton, atë çfarë na ka prikisur natyra, çfarë na ka dhënë si mbështetje dhe si energji, por në dëshirën dhe në mundësinë për ta ndryshuar. Pra, fati, se kur themi fat, duket sikur është një destin i përcaktuar. I përcaktuar dhe gati i pandryshueshëm. Dhe i pandryshueshëm. Kështu kur themi ishte fati, do me thënë që s'kishte asnjë lloj shmangje. Kurse astrologët serioz thonë që ne duke paracaktuar pozicionet e planetëve, energji që na vjen nga planetët, mund ta ndryshojmë destinin tonë. Atëherë, çfarë na pret në 2013, një fat i paracaktuar
apo një fat që kemi ende në dorë. Më lejoni t'ja u bëj unë pyetjet se kam shumë të tilla, ndërkohë të lutem regjia edhe në faqen e Facebookut në Tunajt Ilvatare, meqense gjatë gjithë ditës kur është marrë vesh se sonte do të ishit në studion ton, kanë filluar pyetjet, kanë pyetje për ju, mund ta ndjekim dhe faqen në Facebook, ku mund të dërgoni pyetjet tuaja, po në Tunajt Ilvatare dërgoni pyetje për zonjën Shehu, e cila do t'i përgjigjet brenda emisionit, ndoshta dhe më vonë nëse do të ketë pyetje që nuk do të mund t'i ezaurojmë dot të gjitha. Do ta nis konkretisht, kemi përgatitur grafika për gjitha pyetjet konkrete, sidomos politikanët, sepse jemi emision politik, por që jemi besuar sot astrologjisë politike, le të themi për këtë vit, Shqipëria. Çfarë e pret Shqipërinë në 2013? Çfarë e pret? Në fakt, duke analizuar gjithë ata parametrat që ndikojnë në fatin e Shqipërisë, do ishte më mirë që Shqipërinë ta nxirnim si rezume të fundit. Nëse unë do jap rezume në fillimisht, atëherë i bie që jo të mos dalim atje ku duhet, por si një fat i paracaktuar tashmë. Megjithatë, pse jo, të shohim kuriozitetin për disa të dhëna cilësore ose kuriozitete rreth Shqipërisë. Në kohët e lashta është cilësuar nga astrologët, mendimtar, shkencëtar, sepse ata kanë qenë fillimet e shkencës dhe të qytetërimit, si shtet ose si vend bricjap. Shqipëria nuk ka këto kufi që ka sot, ka edhe vende të tjera të cilat vazhdojnë të jenë bricjap. Po aktualisht jemi shigjetar. Nëse llogarisim ditëlindje 28 nëntorin e 12-s. Shiko, pse tham që astrologjia paracakton fatet në lëvizje? Ne ngjelemi bricjap dhe ndryshojmë në vite sipas ndryshimit të cilësive politike ose ndryshimeve të rëndësishme që ndodhin në tokën tonë. Shigjetar dolëm në momentin, për shembull, kur vendos pavarësia e Shqipërisë në 28 nëntor të 12-s. Por ndryshoi kjo sepse në 11 janar të 46-s u krijua një republikë dhe aty ndryshoi një nocion politik. U bë dhe një hartë e këtij viti që përsëri dolëm bricjap. Dhe nëse bëjmë dhe hartën e fundit të 100 vjetorit të pavarësisë, dalim shigjetar. Por që të mos i ngatrojmë teleshikuesit, Shqipëria është vend bricjap, me male të larta, të thepisura, me dhitë egra, me karakter të ashpër njerëzish, dhe fati i bricjapit është një fat që është i vështirë, e çan në rrugën e jetës me dëshirën për të hecur përpara, për të ngritur, për të evidentuar, po me forcat e veta, dhe e bukura e bricjapit është që ja arrin qëllimit mbas një rruge shumë të vështirë. Pra, pretendohet të arrim diku. Ka pak natyrë destruktive bricjapi? Absolutisht jo. Bricjapi kërkon që nga i varfër, po themi në thonjza, ose nga i vobekt, ose nga në vështirësi të mëdhaja, të arrit diku por vetë. Jo të arrit me mbrojtje, me mbështetje. Pra, kërkon të cilësohet vetë, që të thot pastaj që unë ja arrita kësaj dhe realizova. Dhe ne si popull, po të marrim parasysh historinë tonë, kemi pas një histori shumë të vështirë. Vetë kemi arritur, vetë kemi qarë, vetë jemi edhe këtu ku jemi. Dhe për momentin, jemi mirë. Jemi mirë. 2013-a do t'jetë një vit më i mirë se 2012-a? Çdo gjë që vjen nga pas është gjithmonë më e mirë, thuhet në zhvillimet. Unë besoj tek më e mira, po jo se vetëm besoj unë. Nëse kapim astrologjikisht ndikimet planetare, në fakt 2012, 2013 dhe deri në 2014 janë vite shumë të vështira. Por 2012 dhe 2013 janë vite karmike. Janë vite karmike tek të cilat shumë vende do ndikohen për ngjarje të rëndësishme. Pse janë karmike? Sepse është një planet Saturni dhe Saturni është planeti i Shqipërisë në fakt. Është futur në shenjën e Akrepit. Dhe në Akrep kërkon vlera. Kërkon vlera shpirtërore, kërkon vlera edukimi ose vetnjohje, kështu që shumë njerëz, edhe në vende të tjera, po dhe në Shqipëri, do kërkojnë të futen më thellë në brendësitë vetes tyre, ta njohin veten, të gjejnë veten, dhe pastaj do kalojmë çështjet ekonomike, shumë fuqishëm. Deri në 2014 nuk mund të ketë rilindje ekonomike, përmirësime të forta ekonomike, nuk mund t'i presim këto, por mund të themi edhe këtë gjë që edhe në shumë çështje tabu, siç janë psikologjia, seksualiteti, fusha e ndjenjave, do futen në një analizë shumë të thellë. Do bëhemi më të ftohtë
Më të ftohtë, po më reflektiv? Unë them më të ftohtë. Tash në qoftë se e ftohta ka reflektimi i brendshëm, nuk mund të quhet reflektimi i jashtëm ky, se po të ishte jashtëm atëre nuk do quheshim të ftohtë. Pra, do bëhemi të ftohtë duke u futur më thellë brenda vetes, duke analizuar shumë gjëra, duke marrë vlera. Dhe në hartën astrologjike të Shqipërisë, që u bë për 100 vjetorin, që një astrolog i këtij vendi, për shembull siç jam unë, varet mund të ketë dhe të tjerë që mund ta kenë bërë, por unë ata analizë astrologjike që bëra për hartën astrologjike të këtij 100 vjetori, pash që kushtet thelbësore të ndryshimit ose pikat kryesore janë ekonomia kryesisht, puna me tokën, që do futet gjatë këtyre 2 viteve, do punohet shumë toka, pasurit në tokësore, por krahas kësaj ishte dhe një zhvillim kulturor. Zhvillim kulturor, ndoshta që lidhet me fëmijët, riedukim më i mirë, marrëdhënie më të mira, arti, kultura, që do marrë një zhvillim ose një boom, mund të themi, ose vjet si detyrë para këtij vendi. Kur thatë më të ftohtë, mua më shkon mendja tek politika gjithmonë. Do të kemi më pak pjesëmarrje në zgjedhje për shkak të kësaj ftohtësie? Unë do thosha njerëzit do bëhen më të matur. Ndoshta në qoftë se njerëzit do bëhen më të ftohtë dhe këtë duan ta reflektojnë tashmë me mosdhënie vote, kjo është e drejta e tyre, mund të ndodhë dhe kështu. Por ne do bëhemi më të ftohtë. Më të matur, më të ftohtë? Më të ftohtë. Në shprehjen edhe në marrëdhëniet tona të përditshme. Për shembull, nëse unë Ilvën e shikoj në mëngjes ose e shikoj ashtë në mëngjes dhe e puthja, tashmë i dash një puthje çdo ditë, tash jo t'jap 2 herë në javë një puthje, jo çdo ditë. Më intrigon ka shumë kjo pjesë. Nga vjen kjo ftohtësi? Nga maturia që ka ardhur si koshiencë e gjithë popullatës, le të themi, apo nga zhgënjimet që kanë ndodhur? Duket sikur ngjarjet provokojnë sjelljet. Duket, nganjëherë është kështu, ngjarjet, problemet provokojnë sjelljet. Por vinë edhe momente të cilat ndikohen energjikisht nga qielli për të ndikuar në sjellje. Pra, unë thash këtë astrologjikisht që Saturni në Akrep sjell një nevojë të domosdoshme për një lloj ftohtësie, një lloj maturie, një lloj vetnjohje më shumë. Kërkohet individi, Ilva, të dali ashtu siç është, të zhvillohet ashtu siç është. Po kemi humbur veten, nuk mund të jemi me të tjerët, ose nëse kemi krijuar një model të bukur, një ikon të një modeli të bukur dhe kërkojmë t'i përngjajmë, pra ne nuk jemi prap vetvetja. Është e rëndësishme të gjejmë veten, të zhvillojmë veten. Njeriu, më fal edhe këtë gjë, individi është qeliza e shoqërisë, kështu që detyrimisht ai duhet të gjejë zhvillimin në mënyrën se si ku është. Përpara se t'ju marr një listë emrash politikanësh që do doja në fakt t'i analizonim së bashku, nisur nga shenjat e tyre zodiakale dhe dita e lindjes, vinë shumë politikanë konsultohen tek ju? As pak. Nuk vin fare? As pak. Është e rrallë kjo për një vend si Shqipëria? Nuk e di, në eksperiencën në vendet e tjera të Ballkanit, të rajonit apo dhe të Europës. Ne bëm në insertin hyrës një prezantim, presidentët e Amerikës, baballarët themelues të Kushtetues Amerikane kanë parë pozicionimin e yjeve kur kanë shpallur pavarësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si shpjegohet që në Shqipëri politika nuk e ka këtë kulturë? Se kjo është një kulturë e përgjithshme. Në Shqipëri kanë pasur shumë tranzicione në mënyrën e kulturës ose të dhënies së mesazheve se si rritet dhe edukohet një njeri. Kemi pasur pushtime, çështje ndikimesh fetare, pastaj erdhi komunizmi. Domethënë, pothuajse astrologjia u mënjanua ose nuk njihet ose nuk është kulturë e brendshme. Ka ngelur dhe kultura të tjera, fixhani, letra, të cilat varet se ku njerëzit janë kanalizuar. Megjithatë, astrologjia nuk është një kulturë, domethënse, ose një kulturë e zhvilluar në Shqipëri, por kjo nuk do të thotë se s'ka qenë kulturë në Shqipëri. Ka qenë? Patjetër. Çfarë kohërash? Në kohërat edhe më të lashta ka qenë kulturë. Ka qenë kulturë sepse nëse ne do marrim një element të thjeshtë, dhe themi e diel dhe astrologjikisht dita e diel është dita e diellit, kjo do të thotë që këtu kemi një barazvler, e diel, e hën, dita e hënës, e marr, dita e marsit, e mërkur, dita e mërkurit. Pra, vetë fjalët shqip kanë një lidhje domethënëse me astrologjinë. Domethënë, ka qenë një kulturë e lashtë. Unë kam bërë edhe një
jo ka marrë një guxim dhe të them, ne jemi shtet britqap dhe pse për krenarja jonë është e Skënderbeut është një simbol me britë e cjapit ose të dhis. Një gjë e tillë. Askush nuk ka dhënë një përgjigje, dhe unë vetë nuk e kam dhënë këtë përgjigje. Dhe kam thënë, një historian mund të na e thotë. Megjithatë, unë edhe këtë e fus në një nga tiparet thelbësore të lashtësisë dhe të lidhjes tonë me astrologjinë. Vim në ditët tona? Vim. Kryeministri i vendit, Sali Berisha, peshorja. Çfarë si e kanë 2013 peshorët? Po, fillimisht Zoti Berisha. Të themi që shumë peshore e kanë sunduar Shqipërinë gjithmonë. Që nga mbreti Zog, që nga Enver Hoxha dhe nga Sali Berisha. Kjo është një rastësi, është një mënyrë, një çelës që peshorët kanë gjetur në mendjen e shqiptarëve, apo vetëm peshorët dinë të ekuilibrojnë marrëdhëniet tona. Është peshore, po, Sali Berisha, është kryeministri i vendit, ka 20 vjetë që dëgjohet dhe një peshore e fuqishme. Do thonë ju, si ka mundësi një peshore që udhëhiqet nga Afrodita të jetë njëri shumë i fuqishëm, njëri shumë potent. Pra, peshoret kanë të fuqishme, jo vetëm Afroditën, po kanë Saturnin të fuqishëm. Saturni është cilësia e monarkut, është njeriu që kërkon të drejtoj, por edhe të japi drejtësi. Pra, është një peshore që kërkon dhe i pëlqen ligji dhe mënyra e rregullimit të marrëdhënieve. Si do ta ketë 2013? Si do ta ketë, jo, përpara se t'ju pyes fakt për 2013-ën, kanë ndonjë aftësi të veçantë peshorët për të drejtuar, për të udhëhequr, apo din se si ja marrin, ja din anën shqiptarëve, se si t'ju agjen? Çfarë kanë peshorët? Nga një anë udhëhiqen nga Afrodita dhe ka një lloj ëmbëlsie, një lloj takti, një lloj dashurie që japin në prezencë, në marrëdhënie, në komunikim. Pëlqen e bukur, pëlqen arti, pëlqen të zhvillojnë marrëdhënie të mira diplomatike. Në anën tjetër kanë edhe ashpërsinë, vendosmërinë ose drejtësinë, të cilën din ta përdorin momente të caktuara. Dhe rregulli ose si të themi ajo ndeshmëria që paraqesin, duke qenë se jemi në një vend me 70% ose 50% ose 60% të natyrës fshatareske, jo në kuptimin e keq, por që kemi një mentalitet të tillë, domethënë këto çështjet tradicionale, patriarkale, më thënë, bëra peshorën mirë me peshorën, ose gjejnë vend të na japin, ose të gjejnë peshorën ndikimin e fuqishëm këtu. E kanë pikën e fortë në politik, në drejtim, apo ka dhe peshorët suksesshme në art, në sport? Atëherë, apo janë kryesisht të fokusuar në politik? Jo vetëm në politik. Peshorët mund të jenë shumë të suksesshme në art, mund të jenë shumë të suksesshme në çështjet e ligjit, pra në drejtësi, mund të jenë shumë suksesshme dhe në politik. Pra, artin e kanë, po dhe në fushën e marrëdhënieve, në marrëdhënie diplomatike, në fushën e çdo lloji marrëdhënie bashkëpunuese, peshorët e kanë armë të fortë diplomacinë e të komunikuarit dhe të bashkëpunuarit. Megjithatë, duke parë hartën e Zotit Sali Berisha, unë vërejta edhe një pozicionim të bukur të planetëve të tjerë që e bëjnë të fuqishëm. Nuk do thotë që je një peshore dhe je kështu siç je. Për shembull, kishte një Mars në shenjën e Akrepit. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do thotë kjo? Çfarë thotë kjo? Që dalim prapë tek Akrepi, dhe siç u thash, kishim Saturnin në Akrep dhe Marsi në Akrep tregon këtë gjë, një njerëz që e njeh mirë veten e tij, i di pikët e dobta të vetes tij, por e njeh vazhdimisht, futet thënë veten e tij dhe mund të planifikojë diçka, qoftë edhe për shumë vite, por e di momentin e dur kur mund të veprojë. Këtë do ta them në parantezë, sepse më vonë do shpjegoj dhe hartat e personave të tjerë që janë të rëndësishëm, do them ku qëndrojnë defektet. Do të kemi një moment që në pjesën e dytë ndoshta që do bëjmë krahasime. Pra, pikërisht Marsi në Akrep e bën shumë dominant në mënyrën ose shumë rezultativ në mënyrën e të vepruarit. Do të thonë, i futet në thelb një problemi, ka vlera dhe detyrimisht pret momentin e duhur. Zonja Shehu, ka shumë pyetje që kanë mbritur në Facebook, nuk kam kohë për momentin, po në pjesën e tretë ju premtoj, vazhdoni të shkruani se do t'i adresoj disa prej tyre, ka nga ato që janë serioze, nga ato që janë më pak serioze, thona do viden zgjedhjet për shembull. Mund ta parashikojnë yjen dhe planetet këtë, nuk e di, por nuk na cakton jo për këtë moment. Për zgjedhjet, do të ketë fat peshore? Në
Në fakt, viti 2013 është një vit që ndahet në 2 pjesë, mund të themi kështu. Deri në qershor, ka fat peshorja. Deri në qershor? Po. Zgjedhjet janë në 23 qershor. Deri në 26 qershor ka fat peshorja. Por tani konsidon që zgjedhjet në Shqipëri bëhen në një ditë dhe rezultatet dalin mbas një muaji. Mbas një muaji fillojnë problemet për peshorët. Pra, deri në momentin kur do të jenë zgjedhjet, peshorët janë favorizuara. Patjetër. Por pas atij momenti, pas zhvillimit të zgjedhjeve janë më pak favorizuar. Si mund ta përkthejmë këtë? Do të thotë që edhe një fitore e madhe, e rëndësishme, ose një fitore që quhet fitore, nuk do na japë rezultatin konkret të një fitore. Domethënë do jetë një periudhë akoma më e vështirë mbrapa, ose një periudhë me përballje, me situata të cilat do ta vënë në presion peshoren, dhe ndoshta mund të kemi dhe probleme të cilat jo se do jenë të paparashikueshme, por janë probleme shumë të rëndësishme që do dalin përballë kësaj qeverie që mund të bëhet. Pra, quhet një fitore, por një fitore as pak e lehtë për të zhvilluar. Në qoftë se do marrim këtë përkthim. Këtë përkthim të situatës së peshorës. Qoftë se do marrim këtë përkthim. Më thon teleshikuesit do të ketë rotacion në qershor? Mendimi im i parë është që duhet të ketë. Sepse rotacioni tregon zhvillim. Në momentin që nuk ka rotacion, nuk ka zhvillim. Megjithëse mund të jemi brenda një situate politike ose në një parti politike ose në një forcë politike, sado e përparuar, në momentin që s'ka rotacion, tu ka problem. Është problem. Por çështja tash astrologjikisht, a do ketë rotacion? A do bëhet një rotacion? E rëndësishme është që korrikun do ta kemi të mirë. A le ta shfrytëzojmë korrikun që gjërat të shkojnë mirë për të gjithë. Pas publicitetit do të pyes prapë për korrikun se u bëra kurioze. Rëndësika që është i mirë, por sa i mirë, si do të jetë i mirë. Pas publicitetit, rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të kësaj bisede me astrologën Meri Shehu. Folëm pak për korrikun, thatë që do të jetë një muaj i mirë për shqiptarët. Është jo vetëm një muaj i mirë për shqiptarët, por astrologjikisht është muaj më i mirë. Pra, të gjitha përballjet, të gjitha situatat, të gjitha problemet, sikur shtrohen. Është si të themi, hodhëm themelin dhe tani hajt ta ngrem. Gjithmonë ka probleme, por muaji korrik ka një treshë planetare shumë të fuqishme që tregon dhe zhvillim ekonomik dhe organizim, por edhe çështje të rëndësishme të tjera ligjore që mund të marrin drejtime jashtëmase të mira. Pra në një farë mënyrë do përcaktohet 6 mujori që vjen. Do të jetë i mirë, pasi nis mirë. Nëse flasim për gjithë 6 mujorin, do presim një herë deri në fund të janarit se akoma e kemi shumë konfuz, ose madje mund të themi që jemi në periudhën e fjalëve. Deri në 31 janar ne themi shumë, akuzojmë shumë, marrim një informacion madje edhe të pakontrolluar nga gjitha anët, pra është një bum fjalësh dhe informacionesh që ne nuk dalim asnjëherë me një rezultat. Kështu që të flasim brenda janarit për plane shumë serioze, do thosha do ishte e kot. Fillon periudha e vërtet në shkurt. Fillon e vërteta në shkurt, por ndoshta në çështjen e politikës mund të kemi një problem në mes të shkurtit, ose një kthim brapa, ose një debat, ose një përballje të fuqishme, cilën do ta marrim parasysh. Por megjithatë, vjen marsi konstruktiv, qershori shumë i mirë, të paktën për këto shenjat e ajrit, jo peshorët, jo dashët, jo ujorët, të gjithë këta sikur marrin një lloj hovi dhe një lloj qetësimi. Pastaj kalon stafeta te gaforet. Rim te gaforja se dolën tek lideri i Partisë Socialiste zoti Edi Rama. Po, patjetër. Shenja e gafores si e ka 2013 dhe veçanërisht shanset për të themi të vërtetën, gaforet kanë ja 2-3 vjet që janë shumë të lodhura, me probleme të mëdha. Nuk e di në qoftë se kjo është reflektuar dhe te lideri i socialistëve, por gaforet kanë pas dhe suksese, kuptohet, sepse lideri dhe u martua, por dhe suksese të tjera, do me thënë, ka pas zhvillime, nuk mund të them që jo, por mund të themi që gaforet janë të lodhura. Vinë nga një periudhë vitesh më e lodhura se sa peshoret, paktën se sa kryeministri. Por çfarë ndodh? Viti 2013 cilësohet viti i gaforeve, vit i hënës, pra i trupit qiellor që u udhëheq gaforet, disa gaforet kemi thënë që janë pak lunatike, emocionale, ndryshojnë. Por në ndryshim,
Jo dhe janë tipat fuqishëm. Kemi pasur dhe i tjerë botror gafore, kemi pasur George Bushin Jr., e cili vërtet dha shenjën të madhe në zhvillimet e botës, por çfarë ndodh me gaforen tonë? Ku e ka Marsin? Analizua Marsin e kryeministrit në Akrep. Shkojmë pak tek Marsi i Edi Ramës. Marsi i Edi Ramës është në Binjak. Atëherë, çfarë ndryshimi ka në mënyrën e të vepruarit të këtyre dy njerëzve, që janë të dy në shenja kardinale të fuqishme këtë se mohojnë, po që janë në kuadrat dhe janë shumë të ndryshëm si njerëz, edhe këtë se mohojnë. Por Marsi i tyre, kur thamë te kryeministri që Marsi është në Akrep dhe njeh mirë veten dhe pret një moment më të rëndësishëm për të vepruar, tek Edi Rama Marsi në Binjak, në një shenjë të dy fish dhe të pavendosur, çfarë thot? Thot që kemi fjalë, themi shumë gjëra, por më përpara themi fjalët se sa veprojmë. Pse ndodh kjo? Sepse nuk jemi të sigurt për atë çfarë duam të bëjmë. Pra, edhe tek ky lider shikojmë që flet shumë, komunikon, por më përpara thot fjalët dhe veprimet ngelen mbrapa. Pse? Sepse nuk është i bindur për atë çfarë do bëj, ose nuk ka zgjedhur mënyrën e veprimit, ose nuk ka vendosur përfundimisht për atë çfarë do bëj. Pra kemi një lloj pasigurie në veprim. E kanë nxjerrë regjia gati dy liderët, Rama dhe Berisha, Gaforja dhe Peshorja. Si do të jenë në 2013-ën? A do takohen? A do bashkëpunojnë? Shiko, pa u takuar këto dy shenja nuk ka. Dhe pa bashkëpunuar nuk ka. Por duke qenë se kanë mënyra krejt të ndryshme veprimi, kjo nuk i takon në një pikë. Për hir të së vërtetës. Këta njerëz po u takuan, mund takohen korrik. Mos bëjnë një aleancë të dy atëherë, se vetëm kështu mund. Është e favorizuar një gjë e tillë në korrik? Për hir të Shqipërisë dhe për hir të shqiptarëve kjo do ishte më e mirë, por është dhe e favorizuar. Pra mund të arrihet në një bashkëpunim në korrik midis Peshores dhe Gafores. Konkretisht zotit Rama dhe zotit Berisha. Patjetër. Për ta përfunduar me zotin Rama, a është i favorizuar në qershor Gaforja në zgjedhje? Mund të them që është i favorizuar, sepse Marsi në Binjak i zotit Edi Rama kapet nga planeti fatit Jupiteri, që është përsëri në Binjak, dhe kjo do të thotë që kemi një stimul. Por unë ja kam frikën kësaj paqartësie në planet e tij. Në qoftë se do ketë një plan korrekt, konkret, ky njeri mund të heci dhe mund të bëjë gjëra të mira edhe në qershor. Në qoftë se nuk ekziston ky plan, ose jemi në dy plane, Marsi në Binjak tregon dy rrugë, paqartësi rrugësh, atëherë do jetë shumë e vështirë dhe pritet korriku për të zbritur me këmbë në tokë të gjithë. Që plani që mund të ketë të konkretizohet në korrik. Kam një tjetër lider, Ilir Meta, Dashi. Shenjë Dashi, po. Shenjë fort? Nuk mund të udhëhiqet nga tjetër kush. Të paktën në aparencë. Nuk i dihet se nga i merr mendimet, bashkëpunimet, por dashët nuk pranojnë të udhëhiqen. Madje kjo mund të ketë qenë dhe pika kyçe e konfliktit që ka me Edi Rama. Do me thënë, nuk mund të pranoj Ilir Meta një mundësi që të udhëhiqet nga dikush tjetër, ose të marrë mësime nga dikush tjetër, paktën në aparencë. Dhe bashkëpunon më mirë me Peshoren. Kjo është e vërtet. Dashët bashkëpunojnë më mirë me Peshoret. Pra, zotin Meta bashkëpunon më mirë me zotin Berisha. Po, është një diplomaci e Peshoreve për të toleruar një dash, për të thënë një dashi, po, udhëhiq dhe ti, ose udhëheq dhe ti, se sa një Gafore që është shumë e ndjeshme, shumë sentimentale, dhe Gaforia shpesh lidhet ka shumë e gjërat e veta, saj që nuk toleron me diplomaci që dikush tjetër të marri pjesë të gjërat e veta. Pra kapet shumë mes nostalgjisë së asaj çfarë do. Dhe këtu e humb. Dashi në 2013-ën, sa i favorizuar zoti Meta për zgjedhjet e qershorit? Dashi në 2013-ën është në fakt më i privilegjuar në fushën e komunikimeve dhe të planeve, ose në atë çfarë jep si energji dhe në atë dhe çfarë do marri. Është shumë i favorizuar, vetëm se pritet një ndryshim në taktikën e zotit Ilir Meta. Ky ndryshim mund të jetë në periudhën e pranverës. Të presim çfarë është ky ndryshim që mund të na bëjë të dyshojmë pak për ecurinë e planeve të tij. Një ndryshim që mund të jetë një dalje nga qeveria, një koalicion i ri, një
Një ndryshim që lidhet me partinë. Është një ndryshim cilësor, por është një ndryshim që sikur i trondit pak themelet e një parashikimi më shumë se nga do anojmë. Kjo është, zoti Ilir Meta kishte hëna në binjak dhe pikërisht hëna në binjak kapet nga Jupiteri dhe tregon një lloj ndryshimi, një lloj lëvizje, një lloj zhvendosje, por madje mund të jetë dhe një rrugë e re që paracakton, një rikonstruktimi dhe i partisë së tij në mënyrë më ndryshe, por kemi një ndryshim, kemi një kthes. Le ta presim marsin të shikojmë. Pastaj të shohim se çfarë do të ndodhë. Çfarë është kjo? Mund të udhëhiqet, mund të dali në pa më fal nga ajo që kam parë, se kam parë dhe hartat e bashortëve, mund të dali më në pa dhe bashortja, mund të kërkoj dhe ajo një prezencë më shumë, më të deklaruar në jetën politike. Do t'ju pyes pas pak për zonjën Kremandi, po mbetemi tek zoti Meta. E thatë që e ka më të lehtë Dashi të bashkëpunojë me Peshoren, edhe pse personalisht nuk e konfirmoj, por e ka më të vështirë me Gaforren. Që të mbetemi më konkret. Pas zgjedhjeve, le të themi, pas qershorit, si është bashkëpunimi më i mirë? I zotit Meta me zotin Berisha apo me zotin Rama? Shiko tash, çfarë ndodh? Në astrologji ka një unitet. Ka një unitet dhe uniteti ka të bëjë dhe me cilësit ajër, tokë, zjarë dhe ujë. Nëse kapim liderat shqiptar, këto na janë veçuar në mënyrë shumë të qartë në unitetet e tyre. Kemi zotin Berisha Peshore, shenja arit, kemi Edi Ramën Gafore, shenja ujit, ajër ujë, kemi Ilir Metën zjarë, na mungo ka toka. Kush është toka tani? Toka është gjithë Demi, se është zoti Bamir Topi më duket Demi. Është Demi, po dhe aje ka marsi në binjak, nuk është i qartë në lëvizjet e ti, në planet e ti. Po mbetemi tek Dashi. Po na duhet në një tokë bricjap, gjeni do të në një lider bricjap në politik, ta fusim, ta bëjmë 4 shepolare. Jo, lider nga këta që kanë përzgjedhur unë jo, është vetëm zonja Linda Rama është bricjapi për momentin. Ajo nuk është aktivisht në politik, po është afër Edi Ramës, kështu që mund ta ndikojë atë. Mund ta ndikojë, por nuk polarizon dot politikën. Ndoshta ajo një bricjap në politik. Kush është bricjap në dorën? Kjo që nga problemi. Po bashkëpunimi me më i mirë pra mbas qershorit? Tashi, nga bashkëpunimet, të themi të vërtetën. Unë pash këto forcat politike, nëse unë nuk dua të bëhem eksperte e politikës shqiptare, nuk dua të marr këtë detyrë. Nuk më josh. Interpretoj? Unë jam thjesht një astrologe, jo se nuk e vlerësoj vetëm, por këta janë njerëz me idetë të tyre, me famën e tyre, me reputacionin e tyre. Nuk dua të marr përsipër këtë detyrë. Megjithatë, doja të thoja këtë që në politikën shqiptare dhe në ecuritë e Shqipërisë në përgjithësi, gjërat janë të tilla që patjetër duhet një koalicion i rëndësishëm. Unë thash këtë që mund të kemi një koalicion më të mirë PDPS në Korrik. Por, çfarë koalicionesh mund të bëhen? Pash, Ilir Meta mund të bënte për vete Krishnik Spahiun. Sa e mundshme është kjo? Nuk e di se çfarë përfaqësojnë këta të dy lider. Është e mundshme? Zoti Po, Spahiu ishte shumë e lindshme, ishte shumë e mundshme. Në hartat e tyre astrologjike, për shembull, një lloj presioni që mund të bënte presion, një lloj diskutimi më jashtëm ose më me diktat mund të bënte Ilir Meta me Krishnik Spahiun, mund të dilnin në një koalicion. Kurse Bamir Topi mund të bashkëpunonte edhe me Edi Ramën. Kishin të dy catipare të përafërta, por një bashkëpunim që mund të jepte forcë në numër, por përsëri nuk jep strategji. Kjo ishte, domethënë, e keqja e këtij bashkëpunimi. Por që ishte e mundshme. Më kuriozon shumë fakti që ju mendoni se do të ishte e mirë dhe është i mundshëm një koalicion i madh, dy partitë më dha, pra zoti Berisha me zotin Rama. Kjo do ishte më e mira e mundshme. Do të ishte më e mira e mundshme. Po, patjetër. Ti pyes pak për zotin Bamir Topi, Demi, si shenjë. Si e ka vitin? Përballet për herë të parë në zgjedhje si kryetari një partie, një forcë të re politike që ka krijuar, vjen nga presidenca mbas 5 viteve eksperiencë atje. Si është Demi në 2013? I bie të vinte nga vitet mira. Demët zakonisht janë mirë gjithmonë, sepse demët nuk riskojnë aq shumë sa të humbin gjithçka. Dhe e din mirë se ku i kanë kufit e veta. Dhe ndoshta do vazhdoj me këtë neutropi, që unë do bëj gjëra, por sensin e zotërimit, të pronës, të tokës, të asaj çfarë është e imja, nuk do ta humb kurrë. Dhe nuk mund të dalë ose të shpartalloj shumë kufi. Atë arsye ta ke 2013. Sa kitë hequr Demin në përgjithësi si natyrë?
Demi është i tërhequr, por zotron mirë atë çfarë ka të vetën. Nuk humb asgjë. Dhe kjo është e mira e Demit, që themi është i qëndrueshëm. Do vazhdoj të jetë i qëndrueshëm, ndoshta edhe për atë do gjendet një pozicion i mirë, një ecuri shumë e mirë, Koriku është i mirë për të, nuk themi që jo edhe qershori, por mungesa e një platforme të qartë përsëri nuk e favorizon. Më pyet zoti Nikolë Lesi, po Luani Aman thot si do jem për zgjedhjet, se me sa duket po na ndjek dhe do të ndim, por nuk ja ndim ditëlindjen e saktë. Na dërgoj datën e saktë se mbas e kemi kohë. Bashkëpunimet e zotit Topi më të mira të mundshme me cilën nga këta lider? Edi Rama, po, me gafor, një gafore me një dem mund të bashkëpunonte goxha këndshëm. Do t'ju pyes në vijim, ndaj mos u largoni mbani vëmendjen të përqendruar, do t'ju pyes për koalicionet e mundshme, të cilat do të ishin më të favorizuar, megjithëse disa i përmendet. Zotin Krishnik Spahiu, Demi gjithashtu. Ja, kemi dhe një dem tjetër. Po në hartën astrologjike të zotit Krishnik Spahiu pash një tendencë bashkëpunimi me jashtë, ose bën për vete njerëzit diasporat, i pëlqen kjo tendencë. Nuk keni ndikuar nga lajmet që shikoni në televizion? Keni parë vetëm hartën astrologjike? Hartën astrologjike, ka marsin në shigjetar. Detyrimisht ky është një ndikim, ose dhe afërditën e tij në dash, i mbaj mend kështu në mënyrë perfekte, në lidhje të bukur me Marsin e tij. Këto nuk i kuptoni këto kombinime. Një astrolog mund nuk kuptoj. Megjithatë tregon që mbështetet në diaspora, kërkon të bëjë për vete, ka ideale, ka gjëra të bukura, por përsëri ngelet një dem. Ngelet një dem që nuk mund të jetë luftarak ose të marrë përsipër çështje kaq të mëdha ose të çojë njerëzit drejt një fryme më nacionaliste se ç'duhet. Do bjeri Demi. Do bjeri në kuptimin që do përmblidhe, do përmbahet, do tërhiqet nga këto kërkesa agresive, le të themi. Pra, do shkoj deri diku dhe përsëri do futet në atë vathën e vet, do thosha. Kështu që e shikoj më bashkëpunues. Me kë? Kjo është çështja, kjo është pyetja. Unë po i them Ilir Metës hidhuk ne. Unë pastaj nuk e di. Pra duket më i mundshëm bashkëpunim me një dash me zotin Meta sesa me zotin Rama apo zotin Berisha. Duke parë hartat astrologjike, sportiviteti që mbizotronte të dy këta njerëz, ose mënyra se si ka përcejmë pengesat me një lloj filozofie, me një lloj sportiviteti dhe gjenë optimizmin për të qarë, ishte një bashkëpunim më i mirë. Po bashkëpunimi midis zotit Spahiu dhe Topi? Kanë qenë miq dikur, bashkëpunëtor? Janë dy dem? E kuptojnë mirë vlerat, sigurinë dhe mbështetjen që duhet t'i japin njëri tjetrit. Dy dem që do të ishte një bashkëpunim i natyrshëm? Po. Mund të ishte edhe një bashkëpunim. Edhe një pyetje që më vjen tani, po një bashkëpunim midis zotit Meta dhe Topi, është i mundshëm? Është i favorizuar? Jo, ka një kundërshtim në mënyrën e të funksionuarit, nuk mund të kanë në mënyrë të vepruarit krejt të ndryshme. Do me thënë, mund të aplotësojnë njëri tjetrin në një farë mënyre, por nuk do të shikoja shumë të mundshëm. Përpara se të pyes për, le t'i themi, çiftet politike, të kryeministrit, të liderit të opozitës, zotit Meta, do doja të pyes edhe për dy figura të tjera ndër më të rëndësishmet, në fakt. Është kryetarja e parlamentit, zonja Josefina Topalli, shigjetari. Si e ka 2013-ën? Çfarë kontributi do japi në 2013-ën dhe veçanërisht për zgjedhjet? Në astrologjike të Josefinës unë jam mahnitur pakës, si femër, por duke parë që kishte shumë element zjarr. Shumë planet në shigjetar, planet në dash, një zjarr që është i përhershëm, domethënë ka zjarr për shumë merr kashta zjarr dhe shuhet, ose merr pisha zjarr dhe bën tym. Ktu kishim një zjarr të qëndrueshëm, një vatër zjarri gjithmonë. Më pëlqen energjia e kësaj femre, pa njohur fare dhe pa pasur asnjë lidhje, asnjë kontakt. Megjithatë, shigjetare 2013, bashkëpunime të reja, hapje të reja, mundësi të reja, shanse të reja. Pritet diçka e re në jetën e saj politike. Diçka e re që mund të jetë çfarë? Një bashkëpunim i ri, një rrugë e re, një mundësi e re. Brenda Partisë Demokratike? Patjetër. Po dhe bashkëpunimeve që kanë në forcat e tyre politike. Shumë interesante kjo për... Dhe me kë bashkëpunon më shumë zonja Topalli? Nga politikanët që diskutuam? Po mirë, me Peshoren shkon mirë. Me Peshoren shkon mirë. Jo, nuk mund ta mohojmë faktin që një shenjë zjarri me një shenjë ajri nuk shkon. Kemi një ekuilibër të bukur Peshore shigjetar. Me demët nuk kuptohen fare në disa aspekte. Shigjetarët janë filozof, demët janë materialist. Në kuptimin e materialist, janë filozof materialist.
Kështu që ka një lloj ndryshueshmërie. E shpjegon edhe mos bashkëpunimi midis zotit Topi dhe zonjës Topalli. Patjetër. Sidomos gjatë viteve të presidencës, po jo vetëm, ndoshta edhe më herët. Ndoshta janë të ndryshëm, shumë të ndryshëm në konceptet e tyre. Me zotin Rama? Në fakt, duket sikur shigjetari dhe Gaforia nuk do bashkëpunonin kur, por ne astrologët lidhjen shigjetar Gafore quajmë lidhje të fatit. Në qoftë se ekziston mundësia, mund të gjendet një mirë kuptim. Madje mund të ishte guri i mirë kuptimit në mes të Berishës dhe Ramës. Po të donte ajo, mund të bënte një çudi në këtë rast. Interesante, shpresoj ti duke na ndjekur ose ata që ndjekin t'ja këshillojnë edhe këtë rol ndoshta. Si do ta ketë 2013-ën pra, përveç se do të ketë një periudhë të vrrushme, shumë të fuqishme deri në mes të këtij viti, e cila ndoshta do trajtohet bukur, do marrë një energji jashtëmase pozitive dhe mund të bëjë ndryshime vërtet të vlefshme për të. Ujar, nishani presidenti i Republikës është gjithashtu peshorja, ashtu si dhe kryeministri. S'ndahen peshoret. Berisha. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që si peshore ditë të gjej diplomacinë edhe të mënyrës së të udhëhequrit, ose e shprehin me diplomaci atë çfarë duan të kryesojnë. Megjithatë, duket sikur ka tone të ulura, por ky njeri në artën astrologjike të tij që kam parë në moshën 25 vjeçare, 26 vjeçare, ka marrë një vendim të rëndësishëm në jetën e tij. Është betuar t'ja dalin mban dhe besoj nga i betim vazhdon edhe sot. Duke një njeri punëtor, i përkushtuar, por ka një ndryshim, është gjithmonë në rinovim jeta e tij këto kohë. Kemi një uran përballë dashit. Ç'do të thotë kjo? Një uran që do ri 7 vjet, por në gradët të hartës astrologjike të zotit Bujar Nishani është pikërisht përballë tij. Urani tregon ndryshim, tregon gjëra të reja, tregon perspektivë, po tregon dhe të papritura. Atëherë le të presim çfarë do sjelli Urani, që diçka të re do sjelli në jetën e tij. Mund të ketë ndryshime të papritura në sjelljen e presidentit në jetën e tij. Marrëdhëniet me peshore në këtë rast, me zotin Berisha, dy peshore ndoshta dinta e ekuilibrojnë mirë veten, por nevoja për ndryshim që del këtu, ose nevoja për rinovim, do thonë çfarë mund të rinovojë një president që tash është bërë president. Mund të rinovojë marrëdhënien me Partinë Demokratike. Ndoshta. Mund të ketë probleme. Është më përballë ndryshimeve se sa Berisha. Berisha është peshore diçit të tretë, nuk është akoma më përballë Uranit. A mund të ndikojë vendimarrja që do të marrë zoti Nishani në marrëdhëniet që ka pasur ai më përpara me partinë e tij? Patjetër, ndryshojnë patjetër, do të ndryshojnë patjetër. Në mënyrë radikale, ndryshime që do të influencojnë. Sjell ndryshime të papara, ndryshime të papritura dhe këto do të jenë ndryshime në të mirë të vendit apo thjesht zotit Nishani? Dgjoj, ndryshimet janë gjithmonë të mira sepse sjellin diçka të re, por nëse janë të papritura dhe kthesa të papritura dhe na gjejnë pa përgatitur, detyrimisht kanë edhe ato humbje natyre. Pra riskun e tyre. Shpresojmë të mos jetë me risk. Shpresojmë që të ketë parapritur ose të ketë parapritur disa ndryshime. Kam shumë emra të tjera. Do t'i pyes për zonjën Liri Berisha, Gaforja. Po, dhe do thoni ju, zoti Berisha nuk shkon mirë me Gafore me Ramën, si shkon mirë me gruan. Jo, nuk e thash unë. E thot horoskopi. Po kushtaj që ka qenë gjithmonë një lidhje ose një marrëdhënie kaq e lehtë. Por duke parë hartat e të dyve, mund të duket Gaforja shumë e ndjeshme, shumë familjare, po unë do thosha që ka qenë dhe vetë Berisha shumë i përqendruar në këtë marrëdhënie, që e ka shpëtuar ndoshta. Ishte një lidhje karmike. Këtu kishim të bënim me një destin, një marrëdhënie e destinuar, po jo pa probleme. Në fillimet e saj duhet këtë pasur probleme. Pa u futur, nuk duam të futemi, se s'kemi të drejtë futemi në jetë. Po do të ketë si çift pastaj pak më vonë, kush e ekuilibron, kush e drejton, kush e udhëheq, po. Vetë zonja Berisha si e ka këtë vit? Zonja Berisha, Gaforja duhet të presi verën. Të presi korikun. Të presi korikun. Ka pasur një vit ndoshta të lodhshëm. Nuk mund të themi kaq të qetë. Pret gjëra të rëndësishme. Pret vërtet gjëra shumë të rëndësishme. Ka shumë planet binjak në hartën e saj. Ka kaq shumë gjëra të rëndësishme dhe plane që ka, ndoshta dhe ajo vetë duhet fokusohet në planet e veta.
por do ndodhin gjëra vërtet të rëndësishme. Është pak ka shumë ajo që tha dhe për zotin Rama, që ti konkretizoj ato plane që ka. Po janë gjëra shumë të rëndësishme që është si të themi, para 12 vjetësh mund të kenë ndodhur të njëjtat gjëra në jetën e saj personale. Rikthehen edhe një herë disa çështje të viteve më përpara që duhet i zgjidhë ose duhet i shikojë. Të saj personale apo të familjes? Sa personale mund të jetë një grua që ka familje? Normal. Dakor. Zonja Linda Rama. Është Bricjapi. Bricjape, dominante, e fortë. Pash këtë gjë, që ka një lloj filozofie në mënyrën e të dhënit dhe të marrit të dashurisë ose të bashkëpunimit. Afrodita në shigjetar. Po në lidhjen e vështirë me Plutonin tregon që kemi pas një femër sa të fortë, por kaq edhe të trishtuar dhe të mërzitur në jetën e saj personale. Me përvoja disi të lodhura, por me gaforen gjen vetveten gjithmonë njeriu. Megjithatë si çift do kenë një provë, një sfidë. Pas do të pyes si çift pak më vonë pas publicitetit. Është një vit i mirë për zonjën Rama? Është një vit, ka nisur pak në mënyrë të trazuar. Që ajo pretendon gjëra të rëndësishme. Pretendon një kthes shumë të rëndësishme. Mbas një sfide, ndoshta ndodh edhe fesa që ajo pret. Zonja Monika Kryemalli dashi. Me çfarë dashi? Dash për e vërtetë, Ka dy rrugë, kishte dy linja në hartën e saj. Kishte një linjë të brendshme, hetuese, punëtore, me marrëdhënie jo në fshehtësi, por gjithmonë produktive, madje edhe romantike në disa raste, por kishte një linjë të drejtë për drejtë, energjike të shprehur, me tendencë dhe ambicie për të dalë në krye. Mos harrojmë kur që hëna e saj në akrep nuk do ta lejë në prapasken. Pra do ketë një dalje në krye brenda LSI-s të zonjës Kryemalli, me sa duket do kërkoj më shumë pozicion dhe aty ku është. Patjetër. Viti mirë për ta? Do thosha një vit që përsëri kërkon të t'jap përgjigje disa pyetjeve shpirtërore, të fuqishme, të forta. Ndoshta është futur dhe ajo në vetnjohjen e vet më shumë. Mbas 2 vjetëve do të çlirohet shumë fare, por është një vit produktiv, shumë i mirë. Po duhet të shkoj në publicitet dhe do të rikthehen pasi do të pyes për 3 çiftet kryesore që përmenda pak më herët, për çiftin Berisha, Rama dhe Meta Kryemalli, dhe do të rikthehen pasi kam vërtet shumë pyetje midis tyre. Më e fundit sapo marritja, do t'i marrin lekët invalidët? Por pas publicitetit. Çfarë fati i pres shqiptarët, por mbi gjitha politikanët në këtë vit zgjedhor? Kemi folur deri tani, kemi parë që diçka do të ndodhë me të përfunduar zgjedhjet në fund të qershorit dhe të korrikut, por përpara se të vazhdojmë prapë me disa parashikime dhe se si e lexojnë planetet edhe jetën politike, dua t'ju pyes pak për çiftet politike. Çifti Berisha, Gafore dhe Peshore, si shkojnë me njëri tjetrin? Kush është më dominant? Kush e udhëheq marrëdhënie? Zakonisht Gaforia të jep lehtësinë e familjes, nostalgjinë, të mbledh vatër familjare. Në hartën në fakt, zonjës Liri kishte shumë planet binjak. Kjo do të thotë që kemi një Gafore, por të kthyer pak mbrapa, plane që s'janë realizuar ashtu siç ka dashur, ëndra që si ka bërë ashtu siç ka dashur, një konfuzitet në fillimet e lidhjes. Ndoshta dhe këto ngelen pak në subkonsciencë si gjëra që duhen sqaruar. Por mund të themi që duke qenë se zoti Berisha kishte planet në akrep, kishte Marsin, kishte edhe Afroditën në akrep, tregon një dominancë jo të keqe, por një dominancë e cila është dhe kontrolluese, jep dhe dashuri, jep dhe vlerë. Unë mendoj që ka qenë dominanti në këtë marrëdhënie. Zoti Berisha. Po. Vazhdon të jetë. Vazhdon të jetë dominant. Do të jetë një vit i mirë për të dy? Është një vit i mirë, stafetën e merr në gjysmën e dytë të vitit zonja Liri. Të shohim se çfarë dominancë do vëj ajo, do vëj pikat e saj mbi në disa gjëra që janë të tyre personale. Ndoshta do t'rregoj atë çfarë di të bëj më mirë ose atë çfarë e përfaqëson më shumë. Interesante çifti Rama, Edi dhe Linda Rama. Këtu kemi Gafore dhe Bricjap. Kemi për hir të së vërtetës dy shenja të kundërta që çuditërisht e plotësojnë mirë njëra tjetrën. Unë çfarë
kuptova në analizën e këtyre dy hartave. Këta dy njerëz i kanë thënë njëri tjetrit çdo gjë që kanë pasur edhe gabim, edhe të mirë, pra si themi kanë qarë hallet e njëri tjetrit, kanë pranuar të këqijat e njëri tjetrit dhe janë plotësuar për hir të së vërtetës. I pret një sfidë. I pret një sfidë këtë vit. I pret një sfidë. Kush është më dominant në marrëdhënie? Zakonisht në marrëdhënien Bricjape Gafore, Bricjap Gafore, dominancën e bën Bricjapi, në fakt, sepse është pak më i ftohtë, më organizues, më kontrollues. Dhe i menaxhon më mirë emocionet. Megjithatë, besoj se do jetë Bricjapi më dominant. Më dominant. Dhe më influent ndoshta? Duke parë afërditën e Zotit Raman në binjak dhe të kundërt, një afërdit e kundërt tregon që nuk e gjejmë akoma objektin e adhurimit, nuk plotësohemi akoma te adhurimi, nuk e gjejmë akoma atë çfarë na plotëson 100%. Dhe duke qenë se nuk e ka gjetur, mësimdhënia ose mënyra se si e kontrollon partnerja, duket sikur po gjen të vërtetën. Shpresoj që këtu të plotësohen. Të plotësohen. Janë çift relativisht i ri. Mund të ketë surpriza? Mbas një sfide, shpresojmë të anashkalojmë surprizë. Me sfidë çfarë nuk kuptojmë? Çdo marrëdhënie kalon një pikën e kuqe, themi. Po e kalovëm pikën e kuqe ose atë finishin, e morëm atë medaljen, pastaj vazhdon, kaq ishte. Presim deri në qershor, kryesisht në qershor kemi një sfidë. Kemi një sfidë, nuk e di, ja kam pak frikën kësaj afërditës së kundërt të Ramës. Nuk e di, e kaluara e godet gjithmonë, në subconscient, nuk e kuptoj ç'është kjo. Po që vjen për shkak ndikimit të afërditës. Po, afërdita e kundërt që preket nga Jupiteri dhe që nxjerr më në pak këtë kundërshti të afërditës. Pra është një sfidë në qershor dhe pastaj do të shihet se si do të vazhdojmë më tej. Patjetër. Çifti Ilir Meta, Monika Kuremavi. Dy dash. Ç'mund të bëjnë bashkë me njëri tjetrin? Ç'mund të bëjnë bashkë me njëri tjetrin? Një përplasje e karaktereve të forta. Shumë. Monika mund të themi është më e fortë si karakter. Për shkak të hënës në akrep. Dhe të një shkatësie në veprim, ka një lëvizshmëri të çuditshme. Ka dhe një forcë hetuese instinktive të brendshme. Jo se Ilir Meta nuk është i fuqishëm, por ai ka hënën në binjak. Duke qenë se ke hënën në binjak, nganjëherë dominanca e hënës në akrep është që të vënë në një rrugë, të stabilizon diku. Unë do thosha që Ilir Meta s'do ishte këtu pa Monika. Dhe ndoshta është ajo që mund të marrë frenat në disa situata. Dashi, një marrëdhënie e mundur? Dy partnerë që i përkasin shenjës dashit? Në qoftë se dy dash kanë një nivel dhe një ambicje, i hapin rrugë njëri tjetrit, nuk i bien murit me kokë. Nuk çajnë murin, po e ndërtojnë murin. Kur kanë një ambicje. Shumë interesante, ndoshta kjo dhe shpjegon ka të bëjë me nivelet e njerëzve. Zakonisht nuk shkojnë dy dash sepse kërkon dikush të kryesojë. Dominojnë. Po kur kanë një nivel të caktuar dhe kanë një ambicje, këtu kapen bukur. Arrin të gjejnë një ekuilibër me njëri tjetrin. Kam zgjedhur përpara se të filloj të pyes për disa personazhe të njohur të arenës ndërkombëtare, për kancelaren Merkel apo për Silvio Berlusconi që është rikthyer tashmë në Itali, dua të pyes për disa personazhe të tjerë në Shqipëri, mandej dhe në rajon në Kosovë. Kryetaria e KQZ, zonja Lefteri Leshi është e shenjës së dashit. Gjithashtu, dashë dominante. Mua mu duk më shumë një burrë se sa një grua në hartën astrologjike. Po ajo do më thot, Meri, jam grua, jam e fuqishme, po është grua potente, luftarake dhe di mirë ku është interesi vetë. Nga njerë bëhet e ftohtë, shumë racionale dhe shumë e përpikt në mbrojtjet e asaj çfarë kërkon të detyrës. Çfarë do të thotë për zgjedhje dhe për procesin, administrimin e zgjedhjeve të qenurit të pasurit një kryetare të KQZ-s? Si dilet fare përballë, nuk i dilet fare përballë, e përfaqëson punën e vet në mënyrë shumë dinjitoze dhe nuk të lë ta kapësh në gabim kurse si. Është shumë e aftë për të mbrojtur atë çfarë bën. Dhe varet pastaj se a e kap dot ti, shiko, çdo punë ka gabimet e veta, por këtu nuk e kap dot.
do t'jetë një proces i menaxhuar në mënyrë luftarake, siç mund ta bëjë një dash apo një menaxhim do dita e ekuilibruar. E bukur. Do dita e ekuilibruar. Një menaxhim interesant i zgjedhjeve nga zonja Leshi. Po, patjetër. Duke qenë se ka shumë planet në dem, nuk do t'i çonte kurrë situatat jashtë një kontrolli. Na duhen demat për këtë kufi që vën, por që të mos dalim jashtë kontrollit. Në kuptimin astrologjik, zgjedhjet që menaxhohen nga një zonjë, ka ndonjë ndryshim nëse menaxhohen? Një zonjë në shenjën e dashit është gjysmë zonjë në kuptimin e asaj çfarë përfaqëson. Gjithmonë femrat dashe kanë diçka shumë mashkullore brenda tyre, jo se janë meshkuj, por kanë një forcë, një potencë, një lloj bururie që nuk mund t'i quash krejt thjesht femra delikate. Kam zgjedhur edhe një personazh tjetër që gjithashtu nuk është në një pozicion delikat, kam fjalën për prokurorin e ri të përgjithshëm, zotin Adriatik Llalla, peshorja gjithashtu. Dhe çfarë peshore? Me të ose je shumë mik ose bëhesh shumë armik. I ka të dy anshër. Madje unë nuk e di, nuk dua të më marrin për keq, por kur po bëj hartën e tij thash, ekziston Ciklopi, po ekziston dhe Odisea. Në qoftë se ai do jetë shumë i fuqishëm me vlera morale, me gjitha ekziston gjithmonë një marifet që mund ta nënshtroj. Megjithatë, është një njerëz që si peshore do dojë të vëj shumë ekuilibra, por ka Marsin në Bërcjap. Aty kur shumë i qetë dhe ekuilibruar, aty mund të egërsohet pa pritur, pa sensin e të mesmes. Do me thënë, nuk ka një të mesme kur egërsohet. Do me thënë, kalon direkt rrugën tjetër. Ose si shton Tiranësit, me të grindesh të hongër baklava. Pra edhe pse është peshore në peshore, po që ka një Mars në Bërcjap, në një katërkëndësh Marsi që në një moment që mund të kemi njëri shumë të këndshëm, shumë të ekuilibruar, shumë të dashur, shumë mik, në momentin që i del nga çmimi përpara, do me thënë hapet drejt për drejt porta e luftës në kuptimin figurativ. Nuk kemi një pikë prit more ta marrim vesh si u bë. Kalojmë direkt një lloj naiviteti në kundërsun mund të them. Viti 2013 do të jetë mirë për të, paktën në detyrën që. Deri në fund të janarit të shikoj mirë punët, të shtroj mirë punët e veta, se ka konfuzitet, ka paqartësira, ka shumë fjalë. Pastaj deri në qershor patjetër një ecuri e mirë. Përpara se të shkojmë pak në Kosovë dhe t'ju pyet çfarë do ndodh atje, do ndrojë kryeministri apo jo, po pas minutash. Koalicionet, zonja Shehu, a janë të favorizuara? Koalicionet për zgjedhjet në Shqipëri? Apo partitë do të shkojnë më vete? Kam fjalën për koalicionet të tilla, për shembull, zoti Meta ju i dha një shembull me zotin Krishnik Spahiu, pa që të mund të bashkëpunonte. Po, tash nëse flasim në koalicionet më të mundshme që shikoni. Në mënyrën më logjike të mundshme, isha nuk ka kaq shumë koalicione, kaq shumë arnime, kaq shumë qepje, se u bëm lëmsh. S'po marrin vesh kush është me kë. Dhe ndoshta kjo sjell edhe atë paqartësinë e situatës, më thonë, na bën gjithë konfuz, por u bëm si në një betejë, kush është me kë, se në një lojë sporti. Megjithatë, koalicionet e mundshme, unë thash pak a shumë në bazë të shenjave. Mund të bashkëpunojë Topi me Ramën, por nuk është e thënë. Topi mund të anojë dhe diku tjetër, sepse jo nga mbiemri, por ka Marsin në binjak. Gjithmonë gjendet dhe një rrugë tjetër për të mbrojtur interes. Demët nuk i humbin interesat. Po dhe kështu Krishnik Spahiu, nuk mund t'i besosh 100% anës ku shkojnë. Nëse janë të pabes, por se interesi është shumë dominant për të humbur se sa vet ideal. Ideal i tyre mund t'jetë ardheu, mund t'jetë çdo lloj filozofie, po ideali brendshëm është ajo çfarë shehimja më përket mua dhe unë së hum. Dhe interesi deri diku personal. Po, mund të quhet një interes pak më i gjerë se personal, por quhet një interes. Pra, nuk është një hero që nuk janë herojnë që mund të vriten për një ideal. Ideali këtu filozofik nuk përjashtohet. Dakor. Favorizohen partitë të dala më vete në zgjedhje apo në koalicione të mëdha? Koriku tregonte një koalicion të mundshëm të dy partive të mëdha. Një koalicion PSPD. Shpresoj të arrijë. Favorizon Koriku. Kjo do ishte më e mira për ne të gjithë. Shumë interesante. Do t'ju ftoj prapë në Korik. Dhe të shohim se çfarë do të ndodhë dhe do t'i analizojmë. Në qoftë se ndodh kjo, besoj se ja vlen të qëndroni dhe të analizojmë së bashku, sepse të gjithë do duan të shohin se çfarë do të thoni për vazhdimin e këtij koalicioni nëse kjo gjë ndodh. Përpara se të shkojmë publicitet, shkojmë pak në rajon, pasi Kosova ka qenë jo vetëm në retorikën e fundit nacionaliste, të bashkimit, të trojeve, por edhe për shkak të zhvillimeve atje.
dalja nga procesi gjyqësor i Hagës, i Ramush Haradinajt, rikthimi, deklarata e tij pak orë përpara se të hynin bashkë në intervistë, pas një tjetër deklaratë se do të jetë së shpejti në krye të qeverisë. Zoti Haradinaj është shenja e gaforres. Ka shanse? Pretendon. Kur bëhet zgjedhjet në Kosovë? Bëhet fjalë për një marrëveshje, nuk janë tani afër, bëhet fjalë për një marrëveshje që mund të bashkëpunojnë me Demin, me Thatchin. Nuk do ishte, domethënë nuk shikoj si armiqësor këta dy persona. Nuk mund të shikoj si armiqësor. Thatë personalisht sepse kisha dëshirë që ky Haradinaj ta tregonte një çik veten. Mi thatë ai është hero lufte. Zakonisht njerëzit që bëjnë luftë ngelin pak mbrapa në politik. Por të demët nuk mund të bëjnë politik. Demër zoti Thatchi. Që po e shohim në ekran. Jo se nuk mund bëjnë dot politik, po janë më të aftë për çështjet menaxhuese ekonomike. Atëherë, bashkë të dy bashkë bëjnë diçka dhe këta, por akoma nuk është e qartë situata atje. Pra nuk shikon ndonjë ndryshim të beftë të këtyre ditëve në vijim. Akoma jo, megjithëse janari është shumë konfuz, nuk mund të themi. Dhe nëse ndodh ndonjë ndryshim brenda janarit, ky nuk duhet asnjëherë nuk do ishte një ndryshim i mirë. Nuk do ishte një ndryshim i mirë brenda janarit i bashkëpunimit. Po si bashkëpunim? Si bashkëpunim do ishte më mirë. Më mirë, po patjetër, më i qartë. Por kush do të jetë kryesues? Kush e drejton si marrëdhënia? Timoni, ë? Kush e ka më Demi apo Gaforja? Haradinaj apo Thatchi, për të qenë më konkret. Besoj se Thatchi ja ka marrë dorën. Më pyesin ka shumë politikanë që në fakt nuk mund t'i përfshija. Ju thash pak më parë shenjën e Luanit, e ka më të mundshme të bashkëpunoj me zotin Berisha, me Peshoren apo me zotin Rama? U bëzi dominoge. Tani kanë filluar shumë pyetje, po duhet ta përfundojmë këtë pjesë mbas kësaj. Atëherë Luanat shkojnë më shumë me Peshoret, por Gaforet ja u kanë më shumë nevojën dhe varet se si i tërheqin, si i asimilojnë. Nëse Gaforia do ta ndjejë që ja ka nevojën një Luani, kujt diet mund ta thithin në vorbullën e vet. Ka një tjetër çështje që ka shumë pritshmëri, çështja e Çame dhe një parashikim për zotin Idrizi që drejton PD-jun. Ai është shtat korrikut i 67-s. Gafore, kështu që me kë ka më shumë të mundshëm bashkëpunim. Ka një bashkëpunim të mirë, ka një ringritje ky zotri. Unë kam parë hartën e tij, nuk kam asnjë lloj interesi, madje nuk i përkas as Çamve, as jam nga Shqipëria e Mesme. Edhe pak nga jugu, si gjithë shqiptarët. Puna është që ka një ringritje ky person, ky do zë një pozicion të mirë. Do ketë një pozicion të mirë, me kë do bashkëpunoj më shumë? Ky mund bashkëpunoj ose mund të përkrahet nga forcat më të fuqishme politike, po mund të ketë edhe një përkrahje masive nga njerëzit në kuptimin që mund të dalë dhe vetë disim mirë. Në pozicion më të mirë. Kjo është Po në zgjedhjet e qershorit me kë shikoni më afër PD-jun? Unë shikoj ndoshta edhe pak vetëm njëherë për hë. Domethënë shikoj një bashkëpunim të zotit Idrizi me zotin Meta? Ishte Gafore dhe Dash. Edhe mundet, nuk mund të përjashtohet. Ka nevojë nga një Dashi për Gaforen e vet. Më duhet të shkoj në publicitet dhe kur të rikthehemi do të flasim për ekonominë, për papunësinë, çështjet sociale si do të ecin 2013-ën, por do të shohim pak rajonin, Italinë, Gjermaninë dhe vitin 2013 që është viti i ujit. Çfarë do të thotë kjo? Pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të intervistës, kur kam shumë pyetje dhe shumë kuriozitet që vazhdon të vi edhe përmes rrjetit social të Facebookut, të Twitterit dhe të mesazheve në numrin ton telefonit. Zonja Shehu, si do të jenë vendet fqinje në 2013-ën? Italia, Greqia? Po, Italia me sa duket po bie prapë në ndikimin e Peshores të Berlusconit. Ka shanse Berlusconi të rikthehet me një fitore të qartë? Peshorët janë me fader në qershor dhe nëse ai ka zgjedhje. Zgjedhjet janë në 24 shkurt. 24 shkurt, po. Pra ka shanse që të dalë mirë. Ka shanse. Dhe mos harrojmë që Berlusconi në hartën e vet astrologjike është një nga njerëzit që i piketon me kujdes veprimet e tij. Do thoni jo skandalet që ka një jetën personale. Ndoshta mundësia ekonomike dhe stabilizimi që mund të premtoj dalin më fort, nevoja ekonomike del më fort se sa ajo morale në disa raste. Por që do të thot me morale për një peshore? Një peshore ditar gëtoj, do të dali, do të shijoj. Dhe ndoshta këto janë karakteristikat e peshoreve në disa raste. Dhe ta gëzoj jetën.
Mua më pëlqen kur një peshore përfaqësohet kaq bukur sepse ngelet e re. Dhe Berlusconi megjithëse ishte i viteve 36. Bravo. Bravo, Berlusconi dhe është i favorizuar. Dhe ka shumë shanse. Ka deklaruar se nuk do të jetë kryeminist, pavarësisht rezultatit zgjedhjeve, por ka shanse që të fitojë sërish. Ka shanse. Shumë interesante. Një tjetër kryeministër këtë radhë në një vend ku kemi interesa, sepse kemi shumë shqiptarë, kam fjalën për Greqinë, Antoni Samaras, i shenjës së binjakëve. Dhe ai pati fat, u zgjodh kryeministër si binjak, ishte viti i binjakëve për hir të së vërtetës. Pa do zgjasi fati i Samaras. Antoni Samaras, sa do zgjasi fati. Deri në fund të këtij viti mund ta heci me ritme, deri diku njëherë mirë, njëherë keq. Por e pret atë sfidët e mëdha ekonomike dhe ndoshta një sfidë, një krizë e vërtet në fillimet e 2014-s. Aty ndoshta Greqia vërtet duhet të sqaroj çfarë është e vetja dhe çfarë është jo e vetja. Pra fillimi 2014-s do të jetë i vështirë për Greqinë dhe vetë zotin Samaras. Po. Mund të kemi zgjedhje të tjera të parakoshme, mund të kemi një krizë të konsiderueshme. Dhe ndoshta edhe në një skandal ekonomik të vetë Samaras. Me që kjo duket absurde në fakt në pamje të parë, por ndoshta mbas një skandali mund të ndodhi dhe kriza e Samarasit. Angela Merkel, kancelarja e hekur të fortë, e papëlqyer në Athinë dhe në Greqi për shkak të masave të rreptësisë që ajo ka kërkuar, ka këmbgulur që Greqia të marrë, ka zgjedhje gjithashtu në 22 shtator. Dhe kjo gafore, e dëgjuat sa gafore kishim këtë vit? Gafore dash binjaku bë puna dhe peshor. Shenjat kardinale, pra pikërisht shenjat kardinale. Për hir të së vërtetës të janë shenjat më të fuqishme, më domethënëse të këtyre viteve. Dhe që do japin tonalitetet. Nëse i bën zgjedhjet në shtator, ndoshta me vështirësi i fiton prap. Shtatori është i mirë për gaforet. Shtatori është shumë i mirë. Mund të kemi një pikë kritike muajt e parë tash të janarit, ndoshta muajt e parë të janarit, muajt e parë të vitit, deri nga aprilli, mund të kemi një moment, sidomos mes të shkurtit, që ndoshta duket sikur nuk ka shumë avantazhe ose bien pikët e saj, por unë besoj që nëse del në zgjedhjen shtator, i ka shanse që të rizidhet të qëndrojë atje. Kanë fakt parashikimet, edhe ju astrologët keni parashikimet të ndryshme mes njëri tjetrit, po lexoja në internet në fakt një astrolog amerikane parashikonte ndrim të qeverisë pa pranit zonjës Merkel në Gjermani dhe ndoshta një krizë të mirëfillt në euro dhe në Bashkimin Evropian, institucione të cilat me sa po lexoja i përkasin e kanë diellin në Britsjap. Bashkimi Evropian, moneda e përbashkët e euro, çfarë do të thotë kjo? A do të ketë përmirësim krizës ekonomike? Po, unë zakonisht jam kundër parashikimeve që sillin fundin e botës dhe fundin e Evropës. Nuk do ta pranoja këtë parashikim. Nuk do ta lejoja si astrologe. Nuk ka shkatrim të Evropës. Evropa do kaloj krizë edhe këto 2 vite, por duke gjetur vlerat. Pastaj nuk është vetëm kriza e Evropës, është kriza e gjithë botës. Kush do mbizotroj, Amerika apo Evropa, Britsjapi apo gaforja, sepse Amerika është dhe gafore dhe binjak. Ka dy shenja. Mund të jetë dhe Kina. Kina çfarë është? Peshore. Peshore. Peshorja po bënamin. Mund të jetë dhe Kina që këtë vit bënamin. Po normal, megjithatë dihen dy kundërshtarët ose bashkëpunëtorët e vjetër. Kina është e re, është si pasuri i ri, që akoma s'ja vë mendjen një ri, megjithatë mund të ketë prepotencën e një zhvillimi më të madh. Por, si të themi, rregullin, atë tradicionalen ose atë mbretërore në thonjza e kanë Amerika dhe Evropa. Aty nuk aristokracia, aty nuk mund të bëhet shaka. Gjithmonë fiton aristokracia. Do të ketë, ju thatë këto 2 vite do të jenë vështira për krizën ekonomike deri në përfundim 2014-s. Pastaj parashikoni një rimëkëmbje të ekonomisë? Patjetër dhe nuk ka se si. Megjithëse bota deri në 2018 është përballë ndryshimeve të mëdha dhe këto ndryshime nuk vinë thjesht në mënyrë paqësore. Mund të kemi edhe kriza, mund të kemi edhe luftra, por nuk mund të kemi përmbysje. Shkojmë drejt të res, mund të ketë kriza dhe luftra. Shkojmë drejt të res, por asnjëherë duke shkatruar gjithçka.
duke mbajtur vlerat. Në çfarë zonash? Kanë filluar detyrimisht dihen zonat e nxehta, faktikisht. Por zonat e nxehta do bëhen edhe burimet me pasurinën toksore. Mos harroni këtë, asnjëherë. Për shembull, mund ta themi? Vendet e lindjes mesme prap janë burimet, janë por edhe po pat hartën e Shqipërisë, unë thash që Shqipëria këto 2 vitet do merret shumë me burimet e saj nën toksore. Mund të kemi gjetje shumë të rëndësishme. Kjo nuk do thotë që ne kthehemi në një zonë të nxehtë, por që pikërisht luftat e këto në këtë lloj interesash. Këtë lloj pasurish do të përqendrohet. Dhe atë ne këtu jemi fatlum. Ne nuk përfshihemi. Nuk do përfshihemi në këto. Pastaj të tjerët meqense e përmendëm interesat dhe burimet në ujore, burimet nën toksore, me kufirin me Greqinë çdo ndodh? Se e ka çuar në OKB. Si marrëdhënie me Greqinë, si kanë Shqipëria, si Brisiam që është? Marrëdhëniet me Greqi. Tash unë nuk mund të flas edhe shumë kundra Greqisë, se jam rritur në Greqi, kam jetuar shumë vite. Dhe kur jeton mbi 15 vjet në një vend, bëhet dhe si vendi i dytë, vjen keq që ai vend të shkatërohet, ose të vjen keq që ky vend që së shihemi, po që un kam jetuar. Megjithatë, marrëdhëniet Shqipëri-Greqi do të jenë tensionuara, do të stabilizohen, do të ndodh me shqiptarët tanë atje. Asnjëherë gjërat nuk do shkojnë kaq keq. S'ka pse. Nuk ka pse Greqia tensionohen. është një vend që prek gafore dhe ajo, si nocion. Atëherë janë në një bricjap me një gafore përsëri dy kulme që duhet bashkëpunojnë. Duhet, por a do të bashkëpunojmë? Po besoj se po. Besoni se po. E thash pak më herët, viti 2013 është viti i ujit. Se i ujit. Me sa po lexoja unë të paktën. Mund të Është kem viti lexuar gafores, po gaforia viti është i shenjë e ujit ujit. në këtë aspekt. Është shenjë e ujit. Dhe po. parashikoheshin trazira, një lloj turbullire e shoqërive në shtete të ndryshme, emocion, dhe po. emocion veçanërisht, por do të thoshte njëkohësisht edhe më shumë aftësi për të qenë në një nivel më të lartë emocional, për të qenë më të dhëmshur, Po, më të dhëmshur, më të ndjeshëm, për t'i dhënë më nocion çështjes më me intuit. familje, afrimitetit, këtë quajmë familje, ose familja që kalon një krizë, vjen edhe rimëkëmbet dhe njerë ideja familjes. Unë nuk jam e tipave që ngre lart tabelën familjare dhe thënë familja mbi gjithçka, sepse thash është individi mbi gjithçka, individi e bën familjen. Por në qoftë se po bëhet një luftë e fortë që individi të zhvillohet, të gjejë vetveten, pse jo të mos gjendet dhe familja atje ku duhet. Pra, çështjet familjar, çështjet patriotike, çështjet të fëmijëve që prek gaforia, çështjet të ujrave, çështjet të vetë tokës, të cilat duhen parë me imtësi dhe duhen mbrojtur. Vetë toka është gaforia, është familja jonë, është nëna jonë. Do thot dikush që toka është shenjë tokës, mund të jetë shenjë demit, mund të jetë dhe virgjëreshës. Unë them jo, mund të jetë dhe gaforia, është nëna, është ajo që na jep pjellorinë. Pse jo? Vetë toka kërkon mbrojtje. Dhe gjithashtu po lexoja që është një vit i jashtëzakonshëm astrologjik në pikpamjen e vendosjes së planeteve në të njëjtën grad, dhe kjo do të thoshte në të njëjtin nivel, do të thoshte më shumë aktivitet dhe periudha shumë të forta, të fuqishme. Kemi 2 planet shumë të fuqishëm që po na japin ato goditje, ato të tërmetet, qoftë në çështjet ekonomike, qoftë në çështjet sociale, qoftë në çështjet shpirtërore, është Uran dhe Pluton. Këta 2 planet edhe gjatë vitit 2012 na lodhën shumë, ato i sollën ndryshimet. Këta 2 planet do bëjnë edhe këtë vit 2 lidhje të forta, të fuqishme, në 20 maj dhe në 1 nëntor. Këto janë 2 data për të mbajtur shënim. 2 pika kyçe që sjellin transformimin, sjellin të ren, po sjellin dhe vështirësinë për të ndarë nga e kaluara, nga dominancat, nga pushtetet, nga mënyra se si është abuzuar me pushtetet, ose lufta e thërresme të vjetrën. Bëhet një luftë e fortë, luftohet në qiell, do luftohet edhe në tokë. Por jo në sensin e luftës së pari parushme. Pra, kemi edhe gjatë këtij viti 2 pika shumë të rëndësishme, ndikime të fuqishme, të cilat kanë filluar për të së vërtetës dhe do vazhdojnë. Pyetjet e fundit janë gjithmonë të lidhura me Shqipërinë. Ekonomia këtë vit. Ju thatë që deri në 2014 në përgjithësi është e vështirë e gjithë ekonomia në mbar Europën, po në Shqipëri.
Do të jetë pak më e mirë, do të ketë njëri më këmbje? Po, kemi njëri më këmbje. Shqipëria do jetë me fat në këto 2 vite. Shqipëria do gjej vlerat e veta, mundësitë e veta dhe puna, siç e thash edhe një herë, me tokën, pasuria e tokës e nën tokës do jetë shumë në zhvillim, do japi shumë rimëkëmbje. Ndoshta është një pasuri fare e pashfrytzuar. Diçka që mund të gjendet, se po bëhemi optimiste tani. Po, ose një burim që ekziston dhe mund të zbulohet. Do jepet mundësia të rimëkëmbi ekonominë ose të gjendet kjo mundësi. Por edhe një ringritje vlerash, morale, njerëzit do kërkojnë të gjejnë burime për krahë njëri tjetrin, të avancojnë, të bëhen më të mirë në kuptimin e asaj se sa më bashkëpunues do jenë. Po privatizimet e mëdha edhe të këtyre pasurive në toksore janë favorizuara? Patjetër. Janë favorizuara gjatë këtij viti. Janë shumë. Në pjesën e parë të dytë vitit? Zakonisht në pjesën e dytë. Pra pas zgjedhjeve, le të themi, pas qershorit. Periudha e korrikut është shumë e mirë. Periudha e korrikut është e favorizuar për këto. Periudha e verës e tutje është më stabilizuar. Kjo nuk do të thotë që vjen korriku dhe ndodh lumturia, gjërat ndodhin dhe paraprakisht. Po atëherë duket finalizohet, le të themi. Duket ajo çfarë është më. Doja të pyesja pak për medien, si do të jemi në 2013-ën? Deri tani shumë fjalë. Shumë fjalë kemi thënë. Deri tani shumë fjalë. Media në Shqipëri, më fal, ndoshta e teproj, po media në Shqipëri është duket sikur ka një zhvillim, ka një jep lajm, jep gjithçka, por nuk është kaq e fuqishme. Media në Shqipëri është një fosh media, madje një fëmijë dhe madje edhe i llastuar në disa raste, por dhe një fëmijë që kompromentohet. Pra, sepse nuk ka arritur nivelin e pjekurisë vet. Për t'ju imponuar... Por, është një vit shumë i rëndësishëm për media, do kaloj edhe janarin të vështirë media, dhe pastaj do bëhet shumë konsciente për veten e vet. Dhe ndoshta edhe ne që merremi që rrim në media, do ndjejmë më të vlerësuar për atë çfarë. Do të ketë tërmete në media të tipit të vështirësi financiare, falimentime, mbyllje, hapje... Po, mund të kemi, si të themi, atë çfarë ka ndodhur dhe tash të dali ajo që mund të kemi vështirësi në media, por mendoj një ristrukturim shumë të mirë të medias. Pra pritet në fushën e informacionit të medias në Shqipëri pritet një bum. Një bum shumë i mirë dhe shumë i fuqishëm. Dhe kontributi i medias, i gazetarëve në zgjedhjet e qershorit? Do jetë vërtet vendimtar. Do t'jetë vendimtar, çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që media do mbaj peshën më të madhe, jo vetëm të informacionit, po edhe të së vërtetës. Duket se media do marri përsipër të bëhet media. Të bëhemi pushteti i katërt. Ai që e kemi të jemi, ta ekzekutojmë pushtetin e katërt. Nuk do jeni më kaq të pavarur se sa keni qenë. Ndoshta e keni kuptuar që varësia nuk u ka çuar në asnjë vend. Do të jemi më në fund të pavarur. Patjetër. Interesante, edhe për median më pyesin nga shpytjet e shumta që ka, kush është një udhëheqës më i mirë në politikë për Shqipërinë? Do të ishte një Dem apo një Dash? Unë me Dashët asnjëherë, jo unë, po astrologjikisht Dashi nuk mund të jetë udhëheqës, sepse Dashi nuk ka durimin përballë presioneve të forta për të marrë vendime të forta. Dashi mund të jetë luftarak, mund të udhëheqë situatat, mund të jetë një prijës, por jo një udhëheqës i deklaruar, lider, fare, do me thënë të bëhet një kryeministër. Dashi përjashtohet. Përjashtohet nga kjo, edhe pse ka një karakter që dëshiron vetëm të drejtoj. Dashi nuk ka durimin e dur deri në fund, do me thënë nuk e çon dot deri në fund këtë mision. Asnjëherë nuk, shiko, ka përjashtime, por si rregull është çike vështirë. Tani kanë abstrahuar dhe teleshikuesit, që kemi abstrahuar dhe ne sot me këtë temë që unë do ta vlerësoja interesante, do t'i falenderoja shumë në fakt që na ndat të mendime së bashku dhe ja u bën publike dhe teleshikuesve. Më pyesin, a e favorizojnë ju Bashkimin Kombëtar të trojeve shqiptare? Trojet shqiptare aty janë, nuk kanë lëvizur si troje. A mund kemi një bashkim tashmë po flitet mund? Ajo është një proces që ka nisur, por në vitin e Gafores çdo çështje që ka të bëjë me kombet, me të drejtat dhe vlerat ose me vetvendosjet e kombeve, patjetër që do dali në diskutim dhe do jetë shumë e realizueshme. Është realizueshme dhe do të jetë pjesë e diskutimit. Gaforia i sjell këto të dhëna. Minuta e fundit, kam një pyetje po në Facebook, do të vazhdoj të rritet shkalla e papunësisë në Shqipëri, do ta ndjejmë krizën apo ne nuk jemi në krizë, siç thot politika? Në fakt, ne shqiptarët nuk e kuptojmë që
edhe kemi pranuar krizën dhe nuk e luftojmë në disa raste. Unë them që ne do dalim nga kriza, jo për t'i dhënë një mesazh optimist dhe hajtë se po themi diçka të bukur. Unë mendoj që do fillojmë të gjejmë vetveten, ashtu siç individi dhe shqiptari individ do gjej vetveten, do gjej vlerat e veta, do kërkoj vlerat e veta dhe patjetër duke kërkuar vlerat e veta do dali nga kriza. Kanë filluar të vënë baste në rrjetet sociale, në Facebook, se me të dalë ju nga studio do t'ju marrin gjithë politikanët dhe do t'ju kërkojnë hartën e tyre astrologjike t'i ndihmoni se si duhet shkojnë në zgjedhje. Nuk e besoj. Nuk e beson se kjo do të ndodhë. Absolutisht. Zëna Shehu, faleminderit që ishit sonte në Tunaj, faleminderit që ndatë një lloj parashikimi që ishte pozitiv, kam përshtypjen në total. Ishte një parashikim si një organizëm që ka zemrën, ka kokën, ka mendjen, ka gjithçka. Dhe ajo që më mbeti më shumë në mendje, përveç momentit korrikut që është një muaj i mirë, dhe që do ta uronin të gjithë kështu, mbi të gjitha është një vit që do t'i bëjë shqiptarët të jenë pak më të ftohtë dhe më reflektiv. Thënie e mençur dhe ndoshta duhet ndjekur si këshill. Natën e mirë dhe faleminderit. Faleminderit.